Në këtë edicion do të ndiqni. Një i mitur pasi është goditur me thik në Gjakov dërgohet në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim. Është arrestuar personi që dyshohet se ngacmoi seksualisht një vajzë të mitur në shkollë. Basketbollistët e Vllaznimit zyrtarisht kampion të Ligës Unike pas gati 3 dekada sjellin kupen në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për shkak të lëndimeve të marra nga një sulm, një i mitur është dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në raportin e policisë thuhet se i mituri është sulmuar fizikisht nga personat pa njohur mbrëm në Gjakov, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore. Një djalë i moshës 16 vjeçar është therrur me thik mbrëm në Gjakov, e sipas specialistit të emergjencës Gjo Komani, i ri është sjellë në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda dhe është trajtuar menjëherë. Mbrëm rreth orës 1 i mas mesnatës, jam ftuar për një rast si mjek i gatishmërisë, i cili ka qenë i therrur në regionin e abdomenit dhe i trajtuar mirë këtu nga stafi profesional dhe me rekomandime të tyre kam bardh deri në Prishtinë, i cili ka përfunduar mirë atje, tash sot sigurisht pranë është operuar. Komani thosë se plagët e 16 vjeçarit kanë qenë me mjetet e preta dhe është dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë për trajtim të mjedutjeshëm. Lëndimet kanë qenë therje sigurisht me thik ose me ndonjë mjet tjetër të fortë në preft, në pjesën e barkut, pjesa sipër me themin e epigastrium dhe është trajtuar këtu dhe është bardhur në Prishtinë. Zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, Shermet Elezaj, e konfirmoi rastin dhe tha se është iniciuar rast vrasje në tentativë. Rasti ka ndodhur në rrugën Skënderbeu, siç thash, pas mesnatë diku rreth orës 24-25 minuta. Njësitë e nevojshme policore menjëherë ka ndalë në vend të ngjarjes dhe në konsultim me prokurorin e shtetit është iniciuar rast vrasje në tentativë. Aktualisht janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve. Pacienti që është duke u trajtuar në QKUK në Prishtinë është i jashtë rrezikut për jetën. Personi që dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një vajzë të mitur në një shkollë të qytetit është arrestuar nga drejtoria e arsimit thonse për rastin janë njoftuar nga organet e hetuesisë. Ky është vendi ku punon të personi i cili dyshohet se kishte ngacmuar seksualisht një vajzë në shkollën Mazlum Këpuska në Gjakov. Zymer Berisha, shefi i arsimit në Gjakov, thotë se personi që është i akuzuar nuk është punëtor i shkollës, por kemi mësuar nga menaxhmenti se ai ka pasur sjellje jo të hishme. Zotëria nuk është punonjës i punësuar në sistemin arsimor të komunës së Gjakovës, faktikisht nuk është punëtor i yni, mirë po ka një kontrat me komunën që shfrytëzon objektin si bife në shkollë. Bazuar në të gjitha procedurat të rregullta ligjore, ai e ka në shfrytëzimat lokal. Mirë po, sa i përket çështjes që ju aludoni që i njëjti ka pasur disa sjellje jo të hishme ose jo etike në brenda shkollës, ne jemi vënë në ndjeni nga menaxhmenti i shkollës që për një shqetësim të tillë. Berisha gjithashtu tha se për rastin e ngacmimit të nxënëses jemi vënë në ndjeni nga organet e drejtësisë dhe nuk mund të përcaktojmë se çfarë do të ndodhë tutje. Organet hetuese, relevante, kompetente, domethënë janë vënë në lëvizje dhe çfarë thënë tjetër. Pas që ne jemi vënë ndjeni, janë organet tjera që përcaktojnë është vërtet kjo gjë që ka ndodhur apo jo. Ne e kemi të pamundur që të kemi një përgjigje që çka ka ndodhur aty. Ndërsa nga drejtoria rajonale e policisë në Gjakov, thonë se të dyshuarit i është ngarkuar vepra penale ngacmim seksual. Ndërkaq sipas drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, personi i cili dyshohet për ngacmim seksual në shkollën Mazlum Këpuska është arrestuar mbrëm. Kujtojmë se dje një prind kishte raportuar policinë se një person i kishte ngacmuar vajzën e tij të mitur në shkollë.
26 vjetë më parë, djemtë e Gjakovës themeluan brigadën 137 Gjakova, e cila do të funksiononte në zonën urbane të qytetit. Pas themelimit, brigada filloi aktivitetin me një numër më të madh të luftëtarëve të pozicionuar afër kodrës së Çabratit dhe pjesa tjetër në lagjen Bloku i Ri. Sot është përvjetori 26 i themelimit të brigadës 137 Gjakova, e cila u themelua pas kërkesës së djemve të qytetit, të cilët vetë se kishin qenë të mobilizuar në fshatrat e rrafshit të Dugagjinit. Kërkesa ju drejtua komandantit të zonës Ramush Haradinaj, pas aprovimit të së cilit u formua brigada 137 Gjakova. Pjesëtar të kësaj brigade në pjesën ndërmuese ishin ushtar nga qyteti i Gjakovës, por kishte edhe nga fshatrat e Gjakovës, si dhe nga Deçani e Peja. Pjesë të brigadës ishin rreth 50 ushtar. Pas themelimit, brigada filloi aktivitetin me numër më të madh të ushtarëve të pozicionuar afër kodrës së Çabratit dhe pjesa tjetër në lagjen Bloku i Ri. Pas fillimit të aktivitetit në qytet, brigadës ju bashkuan edhe rreth 50 vullnetar, duke e quar kështu numrin në rreth 100 ushtar deri në çlirim të vendit. Pas afro një muaj nga operimi i brigadës në qytet, ndodhi beteja e njohur e Çabratit, ku më datat 7, 8, 9 maj 1999 ranë dëshmor. Ahmet Gjikolli nga Peja, Tom Gjoka nga fshati Dashinoc i Deçanit, Bujar Roka nga qyteti i Gjakovës, Kushtrim Hoxha po ashtu nga qyteti i Gjakovës, Sefedin Zorza nga qyteti i Gjakovës, Agim Haxhiavdyli nga qyteti i Gjakovës, Visar Juniku nga qyteti i Gjakovës, si dhe 2 dëshmorët e fundit që dhanë jetën për të mos u dorëzuar të gjallë në duart e armikut, pas një rrethimi që ju ishte bërë dhe pas sjelljeve të armikut për dorëzim. 2 heronjtë e vendit ton vendosën që mos të dorëzohen të gjallë dhe dhanë jetën në këtë betejë, saktësisht në përfundim të ditës së datës 9 maj. Ishin dëshmorët Dashmir Krasniqi nga qyteti i Gjakovës dhe Taulant Nura nga qyteti i Gjakovës. Pas tërheqjes së brigadës për në fshatrat e Rekës së Keqe, u vran në një prit edhe dëshmori Hamus Zymberi nga qyteti i Gjakovës. Lavdi dëshmorëve të vërtet, nder dhe respekt për invalidët dhe veteranët e vërtet të luftës tonë çlirimtare. Zbatimi i projektit për vendosjen e numrave të objekteve të ndërlidhjes së qytetarit me adresë zyrtare duket se në Gjakov ka sjellur konfuzitet të qytetarët. Ata kërkojnë që ky projekt të rishikohet, pasi në disa vende numrat janë vendosur gabimisht e në disa të tjera mungojnë krejtësisht. Projekti për vendosjen e numrave të shtëpive në qytetin e Gjakovës duket se po has në shumë probleme, duke shkaktuar pakënaqësi të mëdha për banorët. Pavarësisht synimit për të krijuar një sistem të rregullt dhe funksional në shumë lagje, janë vendosur numra më shumë se sa duhet, ndërsa në disa raste mungojnë fare, ose janë vendosur gabimisht. Kështu vlerësojnë disa nga qytetarët prapa kamerës së syrit. Ata kanë ngritur shqetësimet për këtë çështje në mënyrë të vazhdueshme, por deri më tani nuk është bërë asnjë rishikim nga ana e përgjegjësve që janë implementues të projektit. Për të kuptuar më shumë rreth këtij problemi, kemi kontaktuar me disa zyrtarë përgjegjës për këtë projekt, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Banorët të gjendur në një konfuzitet për adresat e tyre të sakta, vlerësojnë se rishikimi i projektit do të ishte mundësia më e mirë për të sqaruar keqkuptimet që qytetarët mund t'i kenë me adresat e tyre. Edhe 2 ditë në ndajnë nga festa Fitër Bajramit dhe përgatitjet veçse kanë filluar, disa nga qytetarët e intervistuar duan që ditët festive t'i kalojnë mirë, por nuk lënë pa përmendur edhe çmimet e larta të produkteve. Muaji i shenjtë i Ramazanit është në prag të përfundimit dhe besimtarët musliman po bëhen gati për festën e Bajramit. Përgatitjet veçse kanë filluar dhe disa nga qytetarët e intervistuar thonë se çmimet e produkteve festive kishin shënuar ngritje. Padyshim se po, se kur çdo pjesëtar i komunitetit musliman, normal që jemi përgatitur për festën e Fitër Bajramit. Po shfrytëzoj rastin që gjithë besimtarëve musliman t'i uroj këtë festë, edhe shpresoj që të mbijetojë shpirti human të gjithë neve, edhe të jemi sa më solidar me njëri tjetrin, në veçantë
t'i ndihmojnë familjet e varfra të cilat janë të shumta në komunën tonë. Jem pensioner, përgatitja të tregon 230 euro kom. Po, për më juroj Baramin për shumë matë, se që si ju ka gjithë shënoshë mirë, e ju le shënoshë mirë, a i qetër nga gjithë shënoshë mirë, e ma mirë. Me roga e pensione pak ma të nalte, edhe me çmime pak ma të ulta, që në shumë të ngritne. Speci 5 euro, me aqi dikuj, spec me gjizë 5 euro, marrë me mandë. Përgatitet rreth festës së Bajramit si mbas kushteve. Çmimet me janë katastrofë. Jo për mu, po për gjithë, sidomos për njerëz që janë pak me varfëni më të madhe, domethënë është e pamundshme përballuar. Andaj po presim inshallah bëhet më mirë se për herë do thotë me rrymë me gjitha jemi na kanë grumbulluar, kështu që duhet me shkuar sipas mundësisë edhe me të kalu dhe këtë. Unë juroj gjithë besimtarët musliman për pjesën e Fitër Bajramit, një përgatitje pranverore, me thonë mirë. Ramazani ka qenë shumë i mirë, i lehtë, dita ka qenë shumë e shkurtë. Besimtarët musliman të dielën e datës 30 mars kremtojnë festën e Fitër Bajramit. 4 mësimdhënës nga shkolla Zekria Regja në Gjakov kanë përfunduar të gjitha procedurat për përtrirje të licencës avancuar. Ky proces i vlerësimit ka zgjatur më shumë se 1 muaj dhe sot atyre zyrtarisht u janë dorëzuar licencat e përtrira për 7 vitet e ardhshme. Pas përfundimit të gjitha procedurave për përtrirje të licencës së avancuar, 4 mësimdhënës të shkollës Zekria Regja në Gjakov sot kanë marrë licencën e përtrirë të karrierës, e cila do t'ju vlejë për 7 vitet e ardhshme. Sot është përfundu pjesa e parë e vlerësimit performancës të mësimdhënësve në kuadër të shkollës nga ekipi i shkollës i formuar nga unë si drejtori i shkollës. Ky ekip ka pas një punë jashtëzakonisht voluminioze prej fundit të muajit shkurt deri tash në fund të muajit mars me realizimin e komplet vlerësimit dhe komplet aktiviteteve të cilat janë detyrë, të cilat dalin nga udhëzimi administrativ numër 15/2023 i Mashtit për vlerësim performancës, por njëkohësisht edhe nga vendimi i ministrës 01/042 i datës 29/4/2024, i cili na jep mundësinë për përtrirjen e licencës karrierës për mësimdhënësit. Ky ishte aktiviteti i parë i cili u realizua brenda shkollës Shtoj Rudi, duke theksuar se ka një sëri aktivitetesh të tjera që duhet realizuar. Në radhë parë plotësohet formulari e fëni nga drejtori i shkollës, pra bëhet vlerësimi i drejtorit shkollës për mësimdhënësin që do të vlerësohet ose që do t'i përtrihet karriera. Njëkohësisht realizohet plotësimi i formularit F2 nga mësimdhënësi si vetë vlerësim për punën e tij dhe njëkohësisht aplikohet edhe një dosje e cila e mbron atë vetë vlerësim të tij. Formulari F3 është vlerësimi nga kolegët e shkollës si mësimdhënës dhe njëkohësisht formulari F4 është vlerësimi nga nxënësit e pasë klase ose disa paraleleve në këtë rast kur mësimdhënësit japin mësim lëndor. Njëkohësisht është edhe formulari i fundit, formulari përmbledhës, i cili përmbledh gjitha këto vlerësime dhe është një formular i cili e detyron palën ose nuk e detyron palën ta nënshkruaj formularin F5 si vlerësim përmbledhës si të gjitha vlerësimeve të cilat kanë dalë brenda kësaj periudhe nimujore. Në grupin e parë të mësimdhënësve që ju vazhdua licenca karrierës në këtë shkollë ishin Antonia Bytyqi, Dhurata Bejtullahu, Blerta Shehu Tarani dhe Bekim Himaj. Pas gati 3 dekadash basketbolli i sjelli Gjakovës trofe, basketbollistët e vllaznimit fituan edicionin e 4 të Ligës Unike, duke fituar ndeshjen ndaj Sigal Prishtinës me rezultat 91-88 pas vazhdimit prej 5 minutash. Basketbollistët e vllaznimit mbrëm shkruan histori, duke mposhtur Sigal Prishtinën me rezultat 91-88 në kuadër të Ligës Unike pas minutave shtesë dhe duke fituar kupon pas 29 vitesh. Ndeshja zhvilluar mbrëm në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë dhuroi emocione deri në sekondat e fundit.
Pas 4 qerekëve të rregullt, rezultati ishte i barabartë, gjë që i detyroi ekipet të shkonin në vazhdime. Në minutat shtesë Kuqezin treguan vendosmëri, duke siguruar kështu një fitore historike. MVP i finales së mbrëmshme u shpall basketbollisti vendor Arjan Azemi, i cili grumbulloi 24 pikë, 6 kërcime dhe 3 asistime. Me triumfin ndaj Sigal Prishtinës, Vllaznimi është zyrtarisht kampioni i 4 i Ligës Unike. Ligë kjo e përbashkët në mes Kosovës dhe Shqipërisë, që ka për qëllim realizimin e idesë për zhvillimin e aktiviteteve garuese të klubeve të dyja vendeve. 8 pikë. Vllaznimi i Gjakovës është fitues i trofeut të Ligës Unike 2025. E pas kësaj fitoreje të rëndësishme, festa kishte shpërthyer mbrëm në Gjakov, ku gjakovarët i pritën kampionët e tyre në parkun e qytetit, me një atmosferë të zjarrt. Sot në Gjakov është duke mbajtur aktivitet me grup mosha të reja të klubit të volejbollit Vllaznimi për meshkuj dhe vajza. Ky aktivitet mbahet në kuadër të ditës ndërkombëtare të sportit për zhvillim dhe paqe. Janë mbledhur volejboliste e volejbolist të rinj të Akademisë së Vllaznimit për të shënuar aktivitetin përnder të ditës ndërkombëtare të sportit për zhvillim dhe paqe. Udhëheqësi i Akademisë Blendi Agjikadria tha se qëllimi i këtij aktiviteti është që të mbledhë sa më shumë fëmijë që të bashkohen në këtë disiplinë sportive. Ky është aktivitet që mbohet për ditën ndërkombëtare të sportit për zhvillim dhe paqe. Një kompeticion që faktikisht një festival që e bëjmë në me fëmijët tash çdo vjet. Gjithashtu dihet që klubi volejbollit Vllaznimi orientimin primor ka te akademia e saj edhe te fëmijët e vegjël. Prandaj edhe po shihet ky masivizim kaq i madh te akademisë tonë. Në këtë aktivitet u përfshin rreth 150 fëmijë nga mosha 6 deri në 13 vjeç. Ky sport më pëlqen sepse është një aktivitet shumë i mirë, edhe për shembull edhe rritesh më shumë, më shpejt edhe zhvillohesh. Ndonë se stërvitjet i kanë të vazhdueshme, këta të rinj thonë që ata realizojnë më shumë përkushtim dhe disiplinë me qëllim që volejbolistët të jenë në formë sa më të mirë. Ne kom zgjedh sportin e volejbollit, sepse volejbolli synon që neve të na bëj bashkë, edhe na synon shëndetin tonë ta kemi më të mirë. Unë stërvit nga 3 javë. Mu më pëlqen ky sport, është shumë i mirë. Ndihmon për muzgot. Aktivitetet të ngjashme këta volejbollistë të rinj kërkojnë të realizojnë edhe në ditë të tjera të shënuara, gjithmonë duke synuar që të ngriten sa më shumë profesionalisht. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i vranët e merreshje shiu me temperaturat që kanë lëvizur nga 4 deri në 13 gradë Celsius. Për nesër, temperaturat do lëvizin nga 7 deri në 16 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i vranët e me diell. Moti i vranët e merreshje shiu do të karakterizoj të dielën me temperaturat që do të variojnë nga 7 deri në 15 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotroj moti ngjashëm me temperaturat që do të lëvizin nga 6 deri në 13 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti i vranët me temperaturat që do lëvizin nga 7 deri në 12 gradë Celsius. Moti i vranët e me diell parashihet edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 5 deri në 15 gradë Celsius. Edhe për të enjtën parashihet moti i vranët e me diell me temperatura që do të variojnë nga 5 deri në 17 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. Një i mitur, pasi është goditur me thik në Gjakov, dërgohet në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim. Është arrestuar personi që dyshohet se ngacmoi seksualisht një vajzë të mitur në shkollë. Basketbollistët e Vllaznimit, zyrtarisht kampion të Ligës Unike, pas gati 3 dekada sjellin kupen në Gjakov. Me kaq po përfundojmë këtë edicion qendror të lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.